Vizita ime në katedralin Bazilika të Shën Pjetrit dhe Shën Palit në Kaunas ishte një nga ato momente ku historia dhe qetësia të bëjnë të ndalesh për pak. Sa po hyra brenda, më tërhoqi me njëherë madhështia e hapësirës dhe detajet e bukura të interierit. Kjo është një nga ndërtesat më të rëndësishme fetare të Lituanisë dhe selia e kryepeshkopit të Kaunasit. Historia e saj nis që në shekullin e 15, ndërsa gjatë shekujve katedralja është rindërtuar dhe ka marrë elemente të stileve të ndryshme arkitekturore. Ajo që më pëlqeu më shumë ishte kontrasti mes pamjes së jashtme që të jep një ndjesi serioziteti dhe historie dhe atmosferës së brendshme shumë më të ngrohtë e mbretëranëse. Duke ecur nëpër të, ndjeva sikur po prekja një pjesë të historisë së Kaunasit. Për mua, kjo nuk ishte vetëm një vizitë në një objekt fetar, por një moment për të parë nga afër një pjesë të rëndësishme të kulturës dhe historisë së Lituanisë.